Lajmi I mirë për ata që pinë kafe, lexojeni dhe ndajeni me të tjerët. Një lajm I mirë vjen nga gazeta e përjashme New York Journal of Medicine për të gjithë kafedashësit. Konsumi I kafes nuk e rrit riskun e sëmundjeve kardiovaskulare, por përkundrazi, konsumi I saj, 1 deri në 3 filxhan mund të ulë riskun e disa problemeve kronike. Fitokimikatet biologjike të kafes ndikojnë në drejt për së drejti në reduktimin e stresit, përmirësojnë mikrobiomën e zorrës së trashë dhe diabetit. Por keni kujdes pasi prania e sa më shumë kafeine në dietën tuaj mund të rrisë kolesterolin dhe të zhvillojë gjithashtu edhe komplikacione nëse konsumoni kafen e pafiltruar. Sigurohuni të përzgjidhni kafen e dur në dietën tuaj. Kështu, përfitimet e saj do të jenë më unike dhe do të keni më shumë vlera për organizmin. Sigurohuni të konsumoni kafe natyrale pa përmbajtje të aditive të tjerë për të evituar komplikacione në organizëm dhe për t'i dhënë trupit të gjitha përfitimet që kafeina do të sjellë në organizmin tuaj.